A funksionon kjo gjëja kështu? Ka ndru jetë një person dhe shoqja dhe fëmia, parset varrosit, dojnë t'ja kërkojnë hallallikun të vdekurit. Por një vajzë e tij është shtatzënë dhe thonë që kjo shtatzënë nuk afron t'i guxohet babait me kërku hallallik. Shitani, çfarë është pyetja? Ka vdekur robi? Po, Allahu mëshiroft, qofti i xhenetit. Amin. E kanë lënë aty në shtëpisë, po. Vinë anëtarët e familjes dhe njerëzit e fisit dhe i kërkojnë hallallikun. Ba i ka vdek. Kupton ti çfarë janë këto apo jo? S'ka prokurori që i merr përsipër valla, për Zotin. Hallalliku kërkohet kur është gjallë, thotë kom bo halal, s'kom bo halal, po vdiq, e ke hangër ti, qose i ke hyrë në hak. Si u kërko ka halalli mas vdekjes? Edhe bidati tjetër thotë, po që shtatzën, nuk bën me ardhmë kërku hallallikun. Shtatzën, pa shtatzën, me shtatzën, s'ka lidhje fare ky muhabet. Nuk kërkohet hallallik nga i vdekuri mas vdekjes, o shqipe me flamur. Nuk kërkohet hallallik nga i vdekuri mas i ka vdek. Kërkohet hallalliku nga i gjalli sa është gjallë, po vdiq e hangre, qose i ke hyrë në hak.